Kancelari gjerman Friedrich Merz reagoi me tone të forta ndaj strategjisë së re së sigurisë kombëtare të Shteteve të Bashkuara e prezantuar së fundmi nga administrata e presidentit Donald Trump. Dokumenti që shërben si një shtyllë politikës Amerika e para ka shkaktuar reagime të forta në kryeqytetet europiane për përshkrimin e Europës si kontinent të mbirregulluar, censurues dhe të prekur nga rreziku i fshirjes së qytetërimit për shkak të migracionit. Strategjia akuzon gjithashtu institucionet europiane që po minojnë lirinë politike dhe sovranitetin duke sinjalizuar një zhvendosje të SBA-s nga roli global drejt fokusimit në Amerikën Latine dhe të çështjes së migracionit. Në këtë kontekst, Merz deklaroi se disa prej konstatimeve amerikane mund të jenë të kuptueshme, por pjesa më e madhe është e papranueshme nga këndvështrimi i Europës. Unë nuk e shoh nevojën që amerikanët të shpëtojnë demokracinë europiane, u shpreh Merz, duke theksuar se dokumenti konfirmon urgjencën që Europa dhe Gjermania të ndërtojnë një pavarësi më të madhe në politikën e sigurisë larg mbështetjes tradicionale të SBA-s. Megjithatë, kancelari gjerman nuk e përjashtoi nevojën e bashkëpunimit transatlantik, se Shtetet e Bashkuara nuk mund të përfitojnë nga një kurs izolacioni. Amerika e para është në rregull, por Amerika vetëm nuk është në interesin tuaj, u shpreh Merz, duke theksuar se partneritetet e qëndrueshme janë thelbësore dhe se Europa mbetet një aleat strategjik.